personat që erdhën në Shqipëri. Ne ishim ata që mund t'i ndihmonim dhe mbaj mend bashkë me disa bashkë studente, na kanë trajnuar kështu shpejt edhe na hodhën ande nga liçeni mbaj mend, ku ishin vendosur çadrat për të punuar të paktën për të qenë aty prezent, për të ofruar diçka nga çfarë mund të ofronim nga shpirti ynë, se ende se kishim marrë ato teknikat apo s'dinim mirë se çfarë mund bëj në situata emergjencash. Dhe ishte një situatë shumë e rëndë mbaj mend. Ishte shumë e ngarkuar. Ne si ishim të përgatitur edhe shpirtërisht vetë, ato makabritete që ishim duke dëgjuar, s'dinim dhe se si trajtonim, edhe kemi bërë edhe gjëra që normalisht nuk do duhet i bënim. Një start i vështirë, se të kush do të niste pakës më letë. Pak më butë, po. Ne po punonim aso kohë me gratë e dhunuara, të përdhunuara dhe ishte një situatë shumë e vështirë. Edhe me vajzat reja të cilat ishin 7 zënë, apo që kishin parë me sy gjëra që s'do duhet në faktik shikonte kurkush. Është hera e parë që flas për këtë çështje në televizion, tash po kujtohem. Dhe edhe po më dridhe dhe zëri se mbaj mend 2 prej atyre vajzave kam kontakte sot e kësaj dite, më shkruan her pas here dhe jam shumë e lumtur që kam ndihmuar pakës, shumë pak, po ndoshta thjesht me prezencë besoj aso kohë. Shumë e rëndësishme, qoftë edhe prezenca, sidomos në rrethanat që po flasim dhe në atë periudhë ku i gjithë populli ynë ka hequr shumë edhe ka mjaftuar jo veç prezenca, po edhe plot gjëra të tjera të bukura që kemi marrë prej bashkëkombësve tonë, gjithë popullit shqiptar. Ne jemi vëllezër. Jemi. Sigurisht dhe këtë e kemi dëshmuar sa herë, edhe në kohë të vështira, po edhe në të bukrat. Me po flasim për fillimet, sigurisht e the edhe vetë një nisje që askush do ta mendonte, sidomos të flas për popullin e vetë dhe për vuajtjet e popullit të vetë. Me kalimin e viteve, nuk dyshoj që ka ndodhur edhe rritja profesionale juaja, duke u ballafaqu me situata më të ndryshme, me eksperienca të ndryshme ndër vite. Ku e ke parë veten më të rritur profesionalisht? Pra në çfarë, në çfarë rrethana edhe në cilin drejtim që ke qenë duke punuar? Aty ku kam mundur të sjell ndryshim pozitiv. Veçanërisht në hapat e parë, ajo që ndodhë është që je shumë i përqendruar ke vetja, ti je me klientin përballë, kliente quajmë ne, po je me personin përballë, dhe je duke u përpjekur të japësh vëmendjen maksimale që të kuptosh si janë rrethanat, që të dish se si të funksionosh dhe çfarë të bësh, dhe ndërkohë je duke menduar si jam, si po dukem, apo që është mjaftueshëm, po kjo heshtja u bë shumë e gjatë, mos duhet të them diçka tani, po më pyet për veten, a duhet ndaj gjë nga vetja, sa si qysh kur a mund të ta zgjas pak më tepër seancën, a mundet që ta shpejtoj. Do me thënë, në këto rrethana ti je gjithë pyetje dhe janë pyetje që zakonisht nuk i merr në shkollë. Dhe në aso kohë nuk e kishim luksin e praktikës. Ishte ajo që ju thash. Mbaro shkollën, futun punë ato gjërat që dalin edhe jepi drejtim.